Nga tërheqjet romantike në mesdhe në shëtitjet alpine plot ajër të pastër, këto janë zonat më emocionuese të Evropës për të vizituar përgjatë 2025-s, thuhet në një artikull të publikuar në BBC. Ndërsa pjesa më e madhe e Evropës është e mbushur me histori, kulturë, kuzhinë dhe peizazhe mahnitse, disa janë vendet veçanërisht më të përgatitura për të mirëpritur vizitorët tashmë. Kjo nuk është lista tipike e pushimeve evropiane të gjithë kohrave. Nuk do të gjeni Romën apo Londrën. Parisi u përfshi në listë për shkak të qetësisë së tij pas lojrave olimpike, por edhe rihapjes së Notre Dame. Me 2 aeroporte ndërkombëtare Bari dhe Brindisi dhe interes në rritje, tani është koha për të vizituar përpara se fjala të përhapet shumë më tej. Portugalia vazhdon të tërheqë vëmendjen globale, por ky vend ka shumë më tepër se sa Porto dhe Lisbona. Një rajon që në fund po del në qendër të vëmendjes është bregdeti Alentejos, i cili përjetoi vitin e tij më të mirë turistik gjatë vitit 2024. Bregu Alentejos në Portugali më në fund po merr vëmendjen e merituar me plazhet e tij më të pastra, thot Trump. Megjithatë, ky destinacion nuk është vetëm për dimër. Në çdo stin mund të udhëtoni me trenin Glanin Express përmes rajonit alpin, të bëni një shëtitje një ditore në liçenin akullnajor të Tom, ose të vizitoni Alpet Uri, aty pranë për një udhëtim shumë ditor me biçikletë. Ky rajon ofron atë ndjesinë e një fshati të vogël alpin. Cape d'Antibes po përjeton një monument kulturor për vitin 2025, duke u bërë këtë cep joshës të Rivierës franceze të denjë për një vizitë tjetër. Hoteli ikonik Belles Rives, shtëpia e Fitzgerald për një pjesë të viteve 1920, po përqafon të kaluarën e tij të pasur me një sër ngjarjesh festive. Për te tij, festivali ndërkombëtar i xhazit në Korrik, kur festimet e ditës së Bastijes sjellin fishek zjarre dhe festime në plazhe, është një tjetër vëmendje për të gjithë turistët. Më vonë gjatë vitit, vizitorët mund të marrin pjesë në festivalin ndërkombëtar Arti Sacre, një nga festivalet më të vjetra të muzikës në rajon. Ndërsa Italia vazhdon të përballet me mbiturizëm, Slovenia fqinje po përshfaqet një tjetër alternativë, duke ofruar peizazhe spektakolare, thellësi kulturore dhe më pak turma. Me Nova Goricën, të emëruar kryeqyteti evropian i kulturës për vitin 2025, koha nuk mund të ishte më e mirë për të eksploruar këtë vend magjepsës. Me një sipërfaqe prej më pak se 20.720 km2, Slovenia është një vend i vogël për i fuqishëm, ka thënë një menaxher i degës së Foxworld Travel. Ishujt grek janë një ndër vendet më të preferuara, por në vitin 2025 është kontinenti që do të shkëlqejë. Greqia po investon shumë në këtë rajon këtë vit, duke përmirësuar infrastrukturën si rrjeti rrugor i Mikenës dhe duke drejtuar fonde drejt agroturizmit të qëndrueshëm dhe të prodhues për vendasit dhe ullinjt. Parisi e pati mjaft të bukur organizimin e lojrave olimpike verore për vitin 2024, që do të thotë se turmat janë pakësuar dhe çmimet kanë rënë përsëri në vitin 2025. Për më tepër, udhëtimi këtu tani është më i lehtë se kurrë, që nga 1 janari 2025 sistemi metro së Parisit nuk mbështetet në një sistem të ndërlikuar zonal me tarifa shtesë për periferit. Sot mund të përdorni një bilet të vetme për të udhëtuar në të gjithë rrjetin deri në 2 orë. Shqipëria ka qenë prej kohësh një nga destinacionet më të vlerësuara të Evropës, por kjo po ndryshon me shpejtësi. Fal kërkesave të lehtësuara për viza dhe zgjerimin e itinerareve ndërkombëtare të fluturimeve, vendi po ngrihet shpejt në radarin e udhëtimeve. Në vitin 2024 Shqipëria priti një rekord prej 11.7 milion vizitorësh ndërkombëtar, një rritje e nxitur pjesërisht nga rritja globale e interesit për arratisjet në më pak të njohura të mesdheut, që do të thotë se tani është koha ideale për të parë këtë vend të bukur përpara se të rezervojmë, ndërsa vendet më të njohura si Ksamili po bëhen gjithnjë e më popullore për turistët.